Përshëndetje gjithë miq, takohemi në Albania Newscast në episodin ton të radhës. Do flasim për aktualitetin politik, por jo vetëm, do flasim edhe për kulturën, një koncert i Kanye West i cili ka shkaktuar shumë debate edhe pse nuk do duhet të ishte i tillë, pasi është një event i cili padyshim do ndikojë që Shqipëria të jetë në hartën botërore të koncerteve të eventeve nëpër masa të mëdha, por jo vetëm, do të jetë edhe një pjesë e rëndësishme për sa i përket kulturës, pasi një nga artistët me famë botërore, Kanye West, edhe pse kontrovers, do të vinë në Shqipëri. Por ka shumë debate për këtë, do flasim edhe për çështje të tjera. Kam kënaqësinë të kem zotin Blendi Gonxha, i cili është gjithashtu dhe ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sportit. Zoti Gonxha, faleminderit. Kënaqësi që të kam. Faleminderit që gjetë kohën, sepse jemi pak kohë nga koncerti i Kanye West, por do duhet ishte një event i cili nuk do merrte këtë vëmendje, po them, në kritika, do duhet ta merrte vetëm në aspektin kulturor. Përse mori këtë vëmendje kaq të madhe? Sa i takon një pjesë të atyre opinioneve të cilat janë me të vërtet ndonjëherë edhe deri nivele histerike ose deri nivele të verbra, një pjesë e tyre gjithmonë e theksoj, ato që janë më të pajustifikuarat edhe më, si më thënë, të tepruarat, mendoj që është një situatë që ku diu ndonjëherë populli e thot mirë që ka një pjesë që ja ka marrë mendin shejtani, unë nuk e di se si ta them ndryshe, sepse kam parë shumë deklarata dhe kam parë shumë qëndrime cilat janë komplet donkishoteske në raport me eventin në fjalë. Thënë kjo, është krejt e drejtë që shumë njerëz, dhe mund të jetë një opinion i cili mund të përbëhet edhe nga njerëz që nuk e njohin artistin, nuk e njohin gjithë themi aktivitetin e tij, edhe unë jam një nga ata që nuk i njoh gjithë këngët e tij, mund të kem preferencat e mia, por kur ka një mundësi të tillë, pra kur ka një, nëse mund ta krahasoj një, si po themi, komet që kalon në atë zonën tonë, po themi, vende si ne, të cilat nuk janë vende të njëjta me Mbretërinë e Bashkuar, apo me Italinë, apo me Francën, pra duhet kuptojmë që kontekstet janë komplet ndryshme, sepse bijem gjithmonë vetvetiu në autogola, pra Italia e anulloi, Anglia e përzuri, ku diun Franca e shtyu. Ka pasur shumë arsye që lidhen nga organizative, nga të vetë artistit dhe të ndonjë qëndrimi politik. Po a është konteksti i njëjtë në të shtete? A ka Italia nevojë dhe a ka Shqipëria luksin që ka Italia që t'i thot jo aktiviteteve të këtij niveli? Pra këtu ne fillojmë ndonjëherë o harrojmë, o gabojmë, o humbim, si më thënë, arsyen dhe ngatrohemi me vende të cilat Italia ka 80%, në mos 75% të trashëgimisë kulturore, historike të gjithë globit në Itali. Italia ka qindra vjet shtet, Italia s'ka nevojë që të promovohet, Italia nuk është një vend që është, si më thënë, në zhvillim. Italia është kthyer në problem turizmi. Italia është një vend që zgjedh, Italia është një vend që është antar i G7-s, është një vend i industrializuar shekull. Prandaj ideja është që ne duhet kuptojmë me këmbë tokë se kush jemi, nga vim, ku duam të shkojmë, dhe prandaj ne kemi komplet tjetër agjendë. Njësoj si kundër ndryshe nga Shqipëria, Kosova ka agjenda akoma dhe më të fuqishme për promovimin identitar, kombëtar, të aspektit të shtetit, sepse Kosova po lufton që të njihet në rang ndërkombëtar si shtet. Kështu që në shumë aspekte ne ndonjëherë jemi edhe në konkurrencë me Kosovën, sepse ata investohen më shumë në aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me, si më thënë, themi njohje ndërkombëtare, por edhe një, themi, pranim ndërkombëtar, por edhe një dalje në pa ndërkombëtare më të madhe. Pra, ne në rajon, ne si Shqipëri, ne për ekonominë që kemi, nuk mund të krahasohemi me këto vende, ne në këtë aspekt nuk e kuptojmë dot, si më thënë, kritikën, kur bëjmë sikur nuk jemi në kushtet që ne jemi, kur nuk e dim informacionin e saktë dhe vrapojmë që themi gjëra që mund t'i thoshte ndoshta një italian, mund t'i thoshte një anglez. Ne nuk e kemi shpesh të vëmendje dhe kjo na bën që pastaj të na bjerë cilësia e asaj që e pretendimit ose cilësia e kritikës. Në këtë rast, unë jam i qetë krejtësisht në ndërgjegjën time, edhe si drejtues, po edhe si qytetar, edhe si politikan, edhe si përfaqësues politik, po edhe si përgjegjës për ministrinë që drejtoj, që vendimi që ne që në janar të këtij viti të mirëprisnim krahapur në kuptimin që ne madje deri në kufit e një, pra keni gjithë mbështetjen e mundshme të shtetit shqiptar. Mundet do që të ndikoni që të keni një mundësi ta negocioni dhe ta sillni brenda këtij turi, pra një tur global të sillnim një nga
netët e këtij turi në Shqipëri, pra të kishim mundësi të ishim një nga slotet e turit të një artistit madh. Dhe pastaj këtu kemi informacione të ndryshme që ndërthuren që është pse ky artist, sepse janë të gjitha elementet bashkë. Pra kjo është një ndërmarrje, ky nuk është një koncert, ky është një, si më thënë, projekt i cili sjell një ngjarje dhe është një nisëm, është një, po themi, një investim, është një produksion, është një promovim, sepse promotorët janë ata që janë kryesorët, që nëse do ndodhte, sipas nesh, do ishte identikiti më i miri mundshëm për këtë fillim viti, për të na bërë që ne të kapnim një nga eventet globale, elitare, më të mëdha, më të jashtëzakonshme nga të gjitha anët për nivelin ton, për tregun ton, për realitetin ton. Nuk mund, si më thënë, të kesh një zgjedhje shumë të madhe. Ne duam që t'jemi, ne duam të projektohemi, ne duam që ambicia shqiptare të ketë sukses në kërkesën e vetë për t'i thënë gjithë botës që ne jemi një vend që duam të jemi qendra e rajonit, ne jemi një vend që duam të jemi një nga qendrat më të rëndësishme të kontinentit evropian për artin e performuar, për industrinë kreative dhe për ekonominë e eventeve. Kështu që ne në këtë aspekt kjo është politika, këtu nuk ka ndonjë sekret. Patjetër. Tani këtu bijem dakord. Është Kanye West që i shërben politikës sonë. Nuk kemi ne servantesit e Kanye West. Shqipëria nuk i jep gjë Kanye Westit. Është pikërisht kjo që duhet na bëjë në fillim që ne ta drejtojmë kurizin. Ata që më dëgjojnë duhet ta kuptojnë që ne këtu shohim interesin publik dhe interesin kombëtar dhe interesin strategjik të Shqipërisë të këtij momenti për sektorin që ne po flasim. Pyetja është, pra, në qendër të këtij të vëmendjes, në qendër të debatit është kjo situatë sepse lidhet me 4.2 milionë euro që i jep buxheti i shtetit, fondi rezerv, pra jo fondi emergjencës sepse ka patur shumë paqartësi. Unë besoj që kanë qenë pa qëllimta, por nëse kanë qenë të qëllimta është e gabuar. Ka shumë gur në lum. Ka gur në lum. Jo, është fondi rezerv, nuk është fondi emergjencës, shumë që të jemi të qartë me opinionin publik, por 4.2 milionë euro thon njerëzit në një situatë kur ka protesta, në një situatë ku mungojnë ilaçet, ka probleme të tjera, pse duhet të jepeshin këtu dhe këto fonde mos të jepeshin dhe diku tjetër dhe të jepeshin dhe këtu. Unë kam qenë të ata njerëz që them të bëhej kjo, ka asnjë problem, por të bëheshin dhe këto të tjerat. Eksperiencë amerikane, që ta them të plot edhe atë kërkimet që kanë bërë vetë, eksperiencë amerikane thotë që shumë shtete në Amerikë financojnë Super Bowl-in, ato që është finalja e futbollit amerikan, sepse është kjo rikthimi etj që bëhet në ekonomi. Ne kemi vendet e lindjes mesme, e bëjmë krahasimin shumë të thjeshtë sepse është edhe më i afërt si krahasim që nëse ka eksperienca të një ringritje nga zero, nga shkretira, po themi nga rëra, nga hiçi, të një realiteti i cili sot ne e shohim shumë qartë se në çfarë niveli kanë arritur, që ka të bëjë me turizmin, me ekonominë e eventeve, që ka të bëjë me promovimin e vendeve të tyre, me atraksionin që ata ofrojnë sot në botë, që ka çuar në zhvillime të cilat kanë bërë që ata të kenë ca nga aeroportet më të mëdha në botë, që ata të kenë konektivitetin më të zgjeruar në botë, që ata të kenë sot të flitet deri dhe që kur ata porosisin avion, nuk ka avion që prodhohen, që të mund të plotësojnë kërkesat që ata kanë, për shembull Arabia Saudite e tjerë, nuk ka prodhim Boeingu dhe Airbusi, aq sa duhet blej avion, po themi, lindja e mesme. Dhe kjo është një, dhe edhe këtu flitet pastaj për investime që ata bëjnë brenda territorit, për arktimin, në përgjithësi për botën e entertainmentit, e botën e showbizit. Jo, është kjo gjë, është e njëjta gjë që ata kanë bërë që në fillim kanë filluar me eventet, kanë filluar me investimin rënd fare në kuptimin shumë fort të këtyre eventeve, pra të gjitha aspektet logjistike, financiare, gjithçka për të sjellë atje ndeshje, finale, koncerte, evente, gjithçka në mënyrë që vendi mund të vizitohet njëkohësisht nga njerëz që një rrugë 2 punë, një rrugë 3-4 punë, shohin vendin, lidhen për biznes, blejnë, banojnë, vinë. Pra, kjo gjëja e industrisë kreative, nëse ka një komponent rëndësishëm sot ekonomia jonë, që është më e rëndësishmja, që dikur nuk ka ekzistuar dhe aq shumë, por që në fakt ka qenë në natyrën e njeriu, që është shpikja, pra të themi, talenti për të bërë inovacion ka qenë gjithmonë te ne. Por nëse ka pasur një moment historisë si kjo është përkthyer në një strategji globale për t'ia dalë konkurrencës, ka qenë që inovacioni erdhi përfundimisht një nga shtyllat, erdhi çatia në kuptimin, erdhi pjesa më kryesore e gjithë komponentëve që përbëjnë ekonominë e një vendi. Në një nga shtyllat kryesore të atyre vendeve që kanë fatin që ka Shqipëria për
natyrën, për peizazhin, për klimën e bekuar që ne kemi dhe pozicionin gjeografik që kemi, na bën që të jetë turizmi. Një nga kolonat e dyta kur ka fatin vendi të ketë kreativ, inovacion, politikat e duhura, mendjen themi në kuptimin e mençurisë që duhet të tregojmë ne për të planifikuar ekonomi, është komponenti i dytë që është industria dhe ekonomia kreative. Në Londër, për shembull, një industri kreative e fortë dhe një ekonomi kreative e fortë e udhëhequr nga një bashkëpunim i jashtëzakonshëm shtet-bashki, pra shtet për shtet vendor, bën që në ata të kenë gati 35% të ardhurë e tyre buxhetore, pra të gjithë ekonomisë të tyre. Janë bashkëorganizatore, ka një diferencë. Jo, s'ka asnjë diferencë, konkret, flasim për ministria është bashkëorganizatore ose qeveria? Jo, po them thjesht që politika që ata kanë bërë, pra domethënë inovacioni dhe ekonomia kreative janë sot dy shtyllat kryesore dhe ne u lodhëm në konferenca, në konferenca e forume, gjitha me British Council, me tjerë, me ato, me eksperiencat, me filmin, me kineman, me audiovizualin, me të gjithë me film komisionin, me tax rebate, me gjithë reformat që ne po i bëjmë tani, flasim ka një gjithë përbashkët, ekonominë e eventeve dhe ekonominë kreative. Sepse e para sjell momente shpërthyese që kanë edhe shumë turizëm. E dyta, dhe kuptohet që ka dhe shumë punësi me shumë njerëz dhe teknike, eksperiencë, mjeshte që janë brenda, e dyta është shumë herë më, duket e avasht, po është shumë herë më e qëndrueshme dhe është shumë herë më gjeneruse e shumë benefiteve dhe domethënë të tjera që janë direkte, që janë punësimi, ustallar, grupe xhirimi e tjerë. Sa njerëz punojnë te stadiumi? Se duhet ndalim pak dhe te stadiumi që është ndërtuar. Po, është me vërtet se për shembull këtë pyetje nuk e bën kollaj çdo njeri sepse janë gjëra interese, 60.000 veta është një gjë. Janë gjëra që ndoshta nuk duken të gjitha, puna aty nuk është e gjitha e dukshme, por aty ka qenë një, themi gati një landfill. Kur ne fillonim dikur aksionet e Bashkisë Tiranë, që fillonim me aksionet e pastrimit, kur un kam punuar në APR, ne i fillonim të gjitha me gjithë mjetet tona mblidheshim dhe me gjithë vullnetarët gjithë mblidheshim tek landfilli i Kasharit, i thonim ne. Ajo ka qenë aty një tmerr. Dhe nga një landfill, ajo më pas është regjistruar dhe shtok private dhe është pjesë e një plani zhvillimor të zonës dhe ishte shumë ide e mençur të ishte aty, sepse ne nuk e bënim dot aktivitet pasi promotorët na e sqaruan këtë po themi yçkël, që nuk e bënin dot këtë aktivitet në Air Albania, se natyrisht mendja e parë që të vjen është të shkosh në stadiumin e vetëm që ke, më të mirin që ke. Por, si më thënë, struktura e skenës dhe të dhënat që duheshin për këtë aktivitet dhe aritmetika e çmimit që do të rrite nga bërja aktivitetit në një hapësirë shumë të vogël, ku do kishte vetëm ndoshta maksimumi 30.000 spektator, do bënte që kostoja e këtij eventi për përkthyer e pjesëtuar për numrin e spektatorëve do bënte që biletat ishte shumë e shtrenjtë. Pra promotorët duke parë të matematikë dhe duke dashur dhe ne gjatë gjithë kohës natyrisht që eventet të synojnë të jenë me vetë financim, të synojnë t'ja dalin vetë me biletat, natyrisht ato mund edhe mos ja dalin, mund edhe t'ja dalin, por që në atë parë t'ja dalin dhe ne natyrisht ishim shumë të interesuar të mbështesim që ata të ishin në një vend ku të kishin mundësi të ndërtonin një strukturë për 60.000 spektatorë. Kështu që Kashari, pse Kashari? Dhe aty pastaj kjo strukturë që erdhi si shtesë në kostot e projektit, çka më vonë komplikoi pak edhe mbarvajtjen e projektit, bëri që të kishim kam përshtypjen në më shumë se 2 muaj, është pak më shumë se 2 muaj, janë gati 3.500 punonjës, punëtor të punësuar me kohë shkurtër, me kohë më gjatë, me kohë plot, të cilët lidhen me projektin e koncertit dhe të eventit të Është një impakt direkt. Është një impakt shumë i rëndësishëm dhe këta janë këtu, në Tiranë. Po do jetë një strukturë e përhershme apo e përkohshme? Jo, kjo është një strukturë e përkohshme, tjetër debat edhe ky e tjetër po themi zhurmë me kot në qytet që del një hamalla, ku diun një kalimtare, një ku diun se kusha, një lavazhiera, ku diun që mund të jetë atje, ulet atje lart dhe thot, ja dhe stadiumi 60 milion euro që shteti doja marri spitaleve dhe onkologjikut dhe doja japi për një natë një artisti që është me prapanis zez. Kupton, edhe tani kjo historia bëhet pastaj virale, merret, ripostohet. Në fakt këtë e ka thënë jo personi që bëri thjesht të xhirim, këtë e ka nxjerrë në fillim një politikan dhe kjo është e pafalshme. Kush e ka nxjerrë për ata që ndoshta? Një politikan, më duket se zoti Asimja dhe kudo mund të ketë një gabim në informacion, por ne duhet jemi sot shumë të kujdesshëm sepse ne jemi sot të vetëdijshëm se çfarë do të thotë që ne t'ja kërcasim kot online.
dhe t'ia kërcasim kot nëpër televizione. Pra një fjalë e dikujt mund të jetë e besueshme për shumë të tjerë, pa e verifikuar, ajo kthehet në një refren, ky refren bëhet një akuzë për gjithë eventin apo për një ngjarje, për një projekt, dhe kjo gjë i kushton kohë dhe energji një vendi të tërë, të cilët tani duhet, pra gjithë ta njerëz në një farë mënyrë janë dhe të pafajshëm në një farë mënyrë, sepse po konsumojnë, po edhe si më thënë, po janë viktime një breshërie informacioni i cili është krejtësisht i pakontrolluar. Dhe kështu që njerëzit thonë edhe e pash, portalet ndryshme më shumë mua më thonin, po unë e bëra ripost nga këta, po është ai që e ka nxjerr. Dakor, në rregull. Po çfarë ti verifikoi unë? E ka verifikuar jo, nuk e ka verifikuar askush. Po zoti Gonxha. Dhe struktura ka kushtuar gjithsej rreth 2.2 milionë euro. 2.2 milionë. Është në vesh, nuk diskutohet, ne na godet sepse ne na duket shumë. Po këto janë gjëra që kushtojnë. Këto janë struktura që kushtojnë. Ai ka bërë privati apo edhe ku ka ndërhyrje? Jo, kudo ku ka një projekt si ky, ka një projekt, ka një inxhinierim të gjithë strukturës, dhe këto struktura janë struktura që ne i shohim sot në Imola, në Monza, në Monaco. Ka ndihmuar shteti financiarisht apo jo te kjo pjesë? Një sekond, deri këtu jo, deri në fillimin e projektit, konceptimit, pra vajtjes së projektit në Kashar, pra gjithë biznes planit tyre në fillim, dhe unë këtë kam thënë dhe nuk e mohoj, ka qenë që mendohej që ata do të arrinin ta vetë financonin me anë të biletave pjesën e kostot vetëm strikt të strukturës, dhe të produksionit, dhe të skenës, dhe të gjithë shkaj që lidhej me këtë strukturë provizore në Kashar. Natyrisht ne do ishim shumë të lumtur që kjo ndodhte dhe ne kemi bërë ç'mundemi që kjo të ndodhte, duke dhënë një ndihmë jashtë perimetrit të stadiumit, të themi, të gjithanshëm, nga pikpamja logjistike, mobiliteti, policia, doganat, gjithçka kemi mundur. Bashkia natyrisht ka ndihmuar shumë, duhet ta theksojmë të gjë. Pastrime, rregullime, përmirësime, infrastrukturë, zonës aty. Pastaj një pjesë e madhe është bërë edhe me një lloj filantropie dhe nga pronari i asaj më sa kjo pronari, nga zhvilluesi në kontratë me pronarët e asaj parcele, me dakordsinë e tyre natyrisht, i cili ka bërë nga ana vetë ai një ndihmë duke e para përgatitur, si më thënë, përpara se të fillonte projekti i tij zhvillimor. Dhe gjitha këto kanë ardhur në një, ke parasysh ku bashkohen gjithë planetet, dhe ne shqiptarët jemi njerëz me një energji shumë pozitive dhe me zemër shumë madhe, dhe ka ndodhur gjëra që kanë shumë zemër në këtë gjë, që gjithçka çonte drejt një parashikimi suksesi. Më pas kuptohet që situata pati një ndikim nga situata që ne as nuk e parashikonim, as nuk e dinim në janar, shkurt, mars, kur kjo, si themi, kjo bisedë e zyrtarizuar, dhe ne nuk e dinim, dhe këtu theksojmë në këtë pjesë, që nuk ka asnjë lidhje koncerti me një lloj anti-proteste. Jo, sepse dije ishte që në janar. Koncerti është menduar përpara dhe ne si shtet duhet ta themi dhe duhet na kuptojnë dhe qytetarët dhe duhet ta respektojnë jo për ne, jo për Blendin dhe jo për Partinë Socialiste sot apo mandatin ton sot apo kush është sot në qeveri. Po shtetet kur japin fjalën, është shumë e rëndësishme që të mos ta bëjnë fjalën e tyre të pavlerë. Shteti kur jep fjalën, shteti kur angazhohet, duhet mbajë angazhimin e vet deri në fund, sepse nuk është çështja e këtij eventi, po është çështja e reputacionit të shtetit. Shteti nuk mund të ketë nesër një këngëtar të madh që të mund besojë një shtet shqiptar, nëse ne sot i themi eja, pastaj i themi të mbështetës dhe pastaj në fund fare pasi shohim që ka një protestë, fusim kokën në rër si strusi dhe themi që vrit veten. Pra ideja është që ne duhet jemi këtu edhe kur ka kosto, edhe pse ka kosto politike, unë e kuptoj, unë kam marrë kosto politike. 50.000 pensione do mbështeteshin me 4.2 milionë euro. Kam parë kritikët, madje thonë një tjetër, që ta them të plot. Madje thonë edhe këtë që në fund ditës nuk do merrte kosto shteti, sepse është një organizim privat, do dështonte kompania, nuk do dështonte Shqipëria. Është një mendim shumë sipërfaqësor ta mendosh shtetin një subjekt abstrakt në vendin e vet, në kufit e shtetit vet, ku shteti është përgjegjës jo vetëm për marrëvajtjen e punëve që shteti bën dhe që ofron dhe shërbime publike, por shteti është marrëvajtës për të gjithë shtëpinë. Shteti është marrëvajtës për të gjithë anëtarët e shtëpisë. Nëse anëtarët e shtëpisë me punën që bëjnë dhe me aktivitetin e tyre mund të shkaktojnë gjithë shtëpisë dëme, atëherë i pari i shtëpisë, në këtë rast qeveria, ndihmon anëtarin që mund të ketë hyrë në një projekt i cili nuk çohet dot deri në fund dhe gjykon, shikon, monitoron, vlerëson dhe kur e kupton që dëmi që mund të vijë në rast se ajo që ky antar, ky projekt në këtë rast mund të shkaktojë shtëpisë, është më i madh se sa si themi ajo që kreu i shtëpisë do harxhonte për ta ndihmuar pjesëtarin e familjes, që është në këtë rast ky projekt, atëherë shteti, në këtë rast i pari i shtëpisë, vendos që të investohet në këtë projekt pjesërisht
për të bërë të mundur që të garantohet të mbrohet ky projekt, Po dakor, sepse kështu nderohet e gjithë s'ka shtëpia. ilaç thon njerëz, për shembull tek reparti i tumorit. Shumë si profesore, më vjen keq për këtë gjë. Unë nuk Është dua një kritik që edhe ju e keni hasur. Unë nuk dua që të prek asnjë lloj ndjeshmërie. Unë nuk do bëj as propagandë, i kam dhe një pjesë shifrave në kokë se sa më shumë kemi investuar. Jo, po qëndrojnë apo jo, sepse janë kritika që edhe ju i hasni shumë. Nuk mund të jetë kështu. Nëse do e shohim, se unë kam jetuar sa vite në Gjirokastër, por nuk jam gjirokastrit. Nëse do e shohim, po themi me një këndvështrim prej, po themi një opinion shumë konservator për shpenzimin, unë do t'i vërtetoja pasi eventit mbaronte që 4.2 milion euro, ndoshta duke i hequr dhe një pjesë të taksave dhe të vëshës që mbahen për shkak të gjithë blerjeve që bëhen me këto para, cilat janë prapë shtetit, pra këtu 30% janë prapë shtetit, dhe nëse do të donim, po themi të vinim në kandar 3 milion euro afërsisht që shteti do argjonte, do nxirrte për këtë investim, unë e quaj investim që shteti po bën, me siguri që nga të gjithë taksat dhe të ardhurat, dhe nuk po llogaris fare të vëshën, po vetëm taksat direkte, lokale dhe qendrore, nuk diskutohet minimumi, ne do kishim marrë 2 fishin, flas vetëm për taksat. Nuk po flas për xhiron, përfitimin, impaktin socioekonomik që mund të sjellë eventi dhe që është direkt në një aspekt dhe që është dhe indirekt në një aspekt tjetër që flasim pak më mbrapa. Por në aspektin, po themi, strikt të asaj që është, po themi, të futura në arkën e shtetit, vetëm nga ky event, kthim mbrapsh, nëse ne japim 3, me siguri do marrin 6 ose jo më pak se 6. Kështu që këta që janë, po themi, nuk po them kurnacët, po këta që janë pak më të shtrënguarit nga kjo gjë dhe thonë mos, këto para duhet të kishim bler me njëherë disa pajisje diku tjetër. Ju them që për punë ditësh do kenë jo aq para, po 2 fishin e tyre për të bler ato pajisjet që ata mendojnë se duhet blejmë ke spitali onkologjik apo tek spitali ku duhen qendra mjekësore apo ke urgjenca apo ke trauma. Pra këtu jemi duke folur për një investim i cili dhe mora vetëm taksat, i cili do të sjellë më shumë arkës shtetit në punë ditësh. Pra kjo është një gjë që duhet ta kuptojmë që i pari shtëpisë në këtë rast qeveria ka përgjegjësinë edhe për të parë pak më larg sa pragu derës, edhe për të gjetur më shumë të ardhura dhe për të futur ato në ekonominë e shtëpisë, që është ekonomia e shtetit tonë, edhe kjo gjë pastaj sjell një efekt zinxhir, e këtu kemi të bëjmë me njerëz të cilët po themi 75% e sipër, duhet të jenë diku tek 78% në këtë moment që flasim, të atyre që kanë bërë bilet janë shtetas të huaj, pavarësisht se mund të jenë shqiptar me pasaportë huaj, po janë shtetas huaj. Pra nuk ka të bëjë me mos shitjen e biletave, sepse kanë parë lajme në media që qeveria po e mbështet sepse nuk po shitesh bileta mjaftueshme. Ka të bëjë me të gjitha elementet. Unë nuk fsheh asgjë. Pra nuk kam se mbuloj asgjë, se s'kam se të kem asnjë kompleks. Nëse ne do kishim një sold out të këtij eventi nga fillimi sa më parë, nuk diskutohet që do kishte një buxhet shumë më të madh promotori ose 2 promotorët, njëri është gjerman dhe njëri është shqiptar, do kishin një buxhet shumë më të madh, do kishin më pak nevojë për ndihmë. Megjithse kostoja e këtij eventi e theksoj, ishte relativisht e lartë për shkak se ne nuk kishim mundësi ta bënim te Albania. Por nga ana tjetër, ndërhyrja jonë ishte jo vetëm për të plotësuar, si më thën, mungesën financiare, po ishte në radhë parë për të mos lejuar që të kishim një dëm që do ishte një imazh, që do ishte një turpërim, një zhgënjim për vendin tonë, dhe nga ana tjetër mendoni sa hotele, sa shtëpi, sa apartamente, sa qera, sa konsum, rezervime, lëvizje, transport, po themi, ku diun, restorante, pra gjithçka, gastronomia, gjithë suvenire e tjerë, gjithë ta do ndikoheshin nga një mungesë e ardhjes së këtyre njerëzve, ndërkohë vetë ata njerëz do kishin një problem sepse një pjesë e mirë e rezervimeve dhe pagesave të tyre do ishte shumë problematike të kthehej, edhe nga hotelet, po edhe nga bizneset e ndryshme shqiptare. Pra këtej do dëmtonim shqiptarët, andej do dëmtonim dhe ata që do duhet ta kujtonin Tiranën mbas se s'kishin ardhur ndonjëherë, dhe do ju ngeleshte një përshtypje shumë e keqe nga ky rast. Nga ana tjetër ne kishim shqiptarët vetë, të cilët kjo është pjesa jonë kryesore, për cilët ne punojmë dhe jemi në këtë detyrë që është qeverisja e vendit tonë, do kishim mbi 15.000 shqiptarë të cilët vendas, të cilët kanë pre bilet dhe të cilët kanë pas dhe ata të drejtën e tyre që mos kishin një zhgënjim në këtë rast. Edhe pse ka pasur raste që ai ka pasur anullime, edhe pse ndodhen protestat, po edhe pse po themi ky ishte një event që ndoshta promotorët nuk e përllogaritën mirë. Këta 12.000, 13.000, 14.000 veta kanë të drejtën. Zotë Berisha thotë që po jepni bileta falas.
dalim dhe ke kjo, këta të parët kanë të drejtë. Po mos kanë një të japësh bileta falas. Ne duhet i mbrojmë edhe ata të parë. Tani pse? Nuk është vetëm fjala për të, si më thëmë, për mos shkuar dëm bileta e tyre. Po është një gjë e cila ka të bëjë me një brez, ka të bëjë me njerëz, ka të bëjë me shije, ka të bëjë me... Dakor, se duat si ta kalojmë këtë. Ka të bëjë me nevojë, ka të bëjë me... Ndalim pak edhe bileta, se kemi dhe çështje tjera që duat flasim bashkë. Po edhe krenaria që unë e pash dhe u bë në Tiranë. Unë isha në event në Tiranë. Unë në qytetin tim në Tiranë kam evente të këtij niveli. Edhe në Tiranë ka evente të këtij niveli. Unë shkova dhe e nxora në gjithë rrethet e mia që isha në një event të këtij niveli. Domethënë është e jashtëzakonshme ajo që do bënin edhe 15.000 shqiptarët nëse ky event do ndodhte. Kështu ne duhet të shohim të gjitha këto, ne nuk duhet të rënojmë promotorët dhe jo çdo gjë natyrisht shteti mund të jetë atje. Po ne kemi një kulturë që nuk ka qenë e drejtë, ka qenë e gabuar për çështjen e eventeve, ku ne kemi pasur shpesh, dalim ke biletat që më the, kemi pasur shpesh. Është një kritik nga opozita. Zoti Berisha ju ka akuzuar direkt. Këtu ka pasur dhe një nga betejat, një nga sfidat e këtij eventi është që ne bashkë me eventin duhet luftojmë së bashku, flas edhe me tregun dhe me promotorët dhe me bashkinë e tjerë, po luftonim edhe një nga fenomenet më negative, që është një kulturë e gabuar jone sa i takon biletës. Këtu shumë kryetar bashkish, këtu shumë qeveritar, këtu shumë promotor, këtu shumë nismëtar e tjerë, bëjnë evente në radhë parë për të dukur, se sa për të pasur një ekonomi të eventeve. Dhe kjo ka çuar shpesh në bërjen e fotografive të bukura, mbushjen e shesheve, por eventi ka qenë vetëm me 1/3, 1/5, 1/6 e biletave të shitura. Janë hapur dyert dhe njerëzit janë mësuar me këtë fakt. Dhe njerëzit mendojnë, nuk e respektojnë shpesh punën, nuk e respektojnë koston e vërtet që kanë këto ente dhe këta promotorë për ta bërë. Dhe ne kemi promotorë që shpesh janë grop, të cilët janë me borxhe, të cilët janë keq, të cilët nuk mund të ripromovojnë një event tjetër sa afërmi. Dhe kjo gjë që ne kemi bërë tregut për shkak të kësaj kulture që normal që na mungon, nuk kemi mësuar që të paguajmë. Populli prapë thotë se ju kthyen popullit që nuk ka verë të mirë me tre aspër. Dhe eventet e mira kanë kosto të lartë. Kosto e lartë do bilet. Bileta nuk është vetëm çështje s'kam lek, kam lek. Bileta është respekt. Sepse kjo këtu është një industri. Dhe ne nuk mund të konsumojmë dot pa. Natyrisht shteti ka momente kur ka mundësi me promotor, sponsorizime e tjerë, të përballojë nimoj e tjerë që të ketë evente free. Natyrisht që ka evente që mund të jenë që Ennio Morricone në shesh do ishte free, se ne nuk diskutohet që e bën për nder të gjithë Europës. Pra ka momente plot që ne mund të kemi dhe argëtim pa pagesë. Por ama kultura e eventeve me pagesë duhet që të ekzistojë dhe duhet. Pra nuk qëndron ky pretendimi i Zotit Berisha. Tani, neve natyrisht që eventi nuk diskutohet që do ketë edhe ftesa. Një pjesë. Nuk ka në asnjë lloj forme një ndarje as partijake po as si më thon ovarda nga pikpamja që janë hedhur biletat në një kuti atje në një cep dhe po i hedhin si kapedani nga shkallët e ministrisë po ja falin njerëzve që të mbushin stadiumin. Ka pasur një politik që është pjesë edhe e marrëveshjes që ne kemi për shkak të bashkëfinancimit që ne po bëjmë, që për biletat cilat do të jenë të disponueshme për shtetin, të shikohet mundësia që të kemi një shpërndarje të një sasie tek student që mund të jenë sipas Ministrisë së Arsimit të ekselencës apo tek nxënës cilët janë të programeve të caktuara, cilët janë me rezultate të larta, ka plot nivele të ndryshme sociale dhe edukative, të cilët me një lloj meritokracie, as socialist as demokrat, as kushdo qoftë, as një lloj lidhje me forume partijake, as një lloj lidhje me partira dhe me, si më themi, drejtues politike e tjerë. Duhet ja u them që unë kam bërçmos, kam ndarë dhe në lajme, sepse kam thënë në 2-3 forume shpesh, edhe në fakt kam thënë me merak, se e dija që tu të kthehet bumerang çdo gjë, e kam thënë me merak që ndihma më e mirë, doni ta ndihmoni eventin, po, blini bileta. Jeni me eventin, blini bileta. Doni që ta motivoni ekipin tuaj. Keni thënë edhe qeveria ka dalë lajmi apo jo? E kam thënë në shumë vende. Doni ta ndihmoni se shumë veta dhe nuk kanë dhe kohë, agjenda shumë e ngjeshur, nuk kanë kohë ta kuptojnë që kush nuk do jetë në atë stadium nesër, do pendohet në kuptimin po flasim brenda një suaze artistike të fjalës, do pendohet për tërë jetën që nuk ka qenë, nëse ka qenë në Tiranë dhe nëse ka pasur mundësi dhe nuk ka pas asnjë pengesë ekonomike që të jetë. Në rast se është fjala se po themi një biletë e këtij eventi, e cila është një biletë jo e lirë. 200 euro mos gabojmë.
varet se ka filluar nga 120 dhe ka shkuar deri në nivelet më të larta, ka pasur dhe plot bonuse promocionale, ka pasur dhe ulje deri 30%, pra mund të ketë pasur bilet edhe 85 euro. Ka akoma për ata që na ndjekin? Ka akoma, sepse ne presim që të kemi edhe sot goxha shitje, dhe ka akoma dhe kur them ne tani se ne jemi pjesë e këtij projekti. U përfshi. Dhe ky po themi bashkëfinancim bëri që ne të kishim dhe një të drejtë që të mund të koordinonim në mënyrë ndërinstitucionale që po ka kategori shtresa sociale, pra e thash edhe një herë, për shembull fëmijë natyrisht në moshën e duhur të familjeve të policëve të vrarë në detyrë, apo fëmijë të familjeve që janë në programe sociale nga bashkitë në moshën e duhur, apo po themi qytetar të vendit tonë, të cilët kanë kanë një regjistrim diku në një prej organizata shoqata e tjerë, të cilët ne mund t'i listonim dhe mund t'i shërbenim me disa bileta, po themi, të cilat mund të shkonin tek një target group specifik, i cili në radhë parë do të ishte meritokratik dhe, si më thënë, i pamundur për kaluar një element tjetër, se unë dalëm gjatë, po me të drejtë, sepse është qendër e debatit, sidomos me angazhimin edhe financiar që po bën shteti shqiptar. Kalojmë pak, zoti Gonxhe, te kjo, po kalojmë te një aspekt tjetër i ministrisë tuaj, kultura. Kam folur me disa artistë dhe thonë, sikur na jepte 4 milion euro ministria, do ishim shumë herë më mirë se ç'kemi qenë. Si është raporti me kulturën dhe me artistët? Ky shpenzim e lexova një letër të hapur, tani është bërë kohë e vështirë, tani domethënë edhe komunikimi për cilin qahemi aq shumë që se kemi, me erdhën disa veta dje para ministrisë, unë nuk isha atje, nga një grup i skenës pavarur, me sa thanë ata, i tha stafit tim, i thoni, dolëm poshtë dhe thuajni që nëse doni, unë kthehem për gjysmore, më prisni, mblidhemi brenda, ulemi brenda, si ishte diell, edhe flasim se çfarë keni. Sa i thanë kështu, ikën të gjithë. Dhe nuk e di, a kanë shkuar në një kafe apo po ikën nga sheshi para ministrisë. Pra në një farë mënyrë ne jemi në një fazë që, si më thënë, që ne i largohemi njëri tjetrit. Domethënë jemi në këtë fazën që jo, nuk do e flasim. Tani, nëse je duke protestuar dhe do diçka nga ne duhet së pari të kuptojmë se çfarë do, si mund ta zgjidhim ne. Ne të dorëhequr nuk flasim dot me ju, se s'kemi se s'mund të ekzistojmë në tavolinë. Domethënë nuk mund të ketë dot një nëse protestojmë para institucioneve, nuk mund të imagjinojmë ato sikur janë bosh. Do duhet se s'bën ta kuptojmë që ky hap i parë duhet të jetë se s'bën që ne të komunikojmë me institucionet. Se unë ndoshta kam se çfarë t'u sqaroj dhe t'u them se si është puna. Ky fond nuk është fare fond që lidhet me programin buxhetor të artit, kulturës apo sportit. Ky është programi buxhetor i turizmit që u financua nga fondi rezerv i qeverisë shqiptare. Pra, qeveria shqiptare mori ca para, i çoi ke programi buxhetor i turizmit i ministrisë, që unë drejtoj, pra jo i artit, kulturës dhe sportit, dhe nuk ka lidhje fare me programin buxhetor në fjalë, nuk është prekur, nuk është marrë, nuk është shtuar, nuk është paksuar asgjë tek programi buxhetor në fjalë, dhe ky fond shkoi për këtë qëllim, po themi. Tani, e para një këtu, pra arsyeja kryesore këtu nuk është arti. Kjo nuk është që ne po ndihmojmë artistin filan. Po. Këtu është, e thash edhe një herë, një ngjarje e përmasave ndërkombëtare me pasoja të mëdha në ekonominë e qytetit dhe të vendit, imazhe të tjerë dhe një efekt shumë negativ do ishte në promocionin që ne po investohemi të bëjmë. Kur ne japim 2-3 milionë euro për të qenë host country në Berlin, në ITB Berlin, për 2 ditë e gjysmë, unë nuk kam parë në një grevë në Tiranë që pse paguajmë ne 3 milionë euro po themi për të qenë në Berlin. Ne do jemi në Berlin në ITB sepse është partneri Ministrisë Ndërkombëtare të Turizmit. Dhe ne harxojmë për 3 ditë aq para, sa aq janë tarifat, aq janë kostot, siç kundër dhe për koncertin në fjalë, të gjitha kostot e shkallëve, stendave, stadiumit, pajisjeve, ato janë, tregu është ai. Pra vërdalloset midis tyre eventeve që janë që unë përmenda, Formula 1, gara, sporte, hipizëm, koncerte, evente e tjerë, dhe ato janë, pra tregu është aty. I gjithë tregu mund studiohet dhe mund të analizohet, nuk ka asgjë që të jetë një hata apo herezi. Pra këtu është fjale që ashtu si kundër na kushton ne të bëjmë reklam Shqipërisë 3 milionë euro në Berlin, që kërka herezi që ne të hedhim 3 milionë euro në Tiranë që të na vinë potencialisht 60.000 spektatorë, cilët potencialisht gjysma mund të jenë tuaj apo edhe më shumë, të cilët është shumë më tepër se ç'kemi takuar dhe parë në Berlin, shumë më tepër se çdo me thënë ti takosh njerëzit jashtë shtetit, pra këtu i takon brenda shtetit, i ke shëtitur dhe në qytetin tënd, i ke marrë dhe parat për të fjetur dhe për të ngrënë dhe për të shëtitur e për të lëvizur e për të blerë e për të bërë, e për të pirë e për të arktuar e tjerë, mbase kanë bërë ca rezervime dhe ka plot që më thonë ne jemi 2 ditë në jug përpara ose ne pas eventit jemi edhe 3 ditë në jug mbrapa, dhe nëse ata arrin 3-4-5 ditë
Dhe nëse ne do kishim mesatare për 1.000 euro për konsumin, se me çmimet e sot me kosto to janë, ne do kishim 25.000 huaj me 1.000 euro, ne do kishim 25 milion euro. Tani ne si t'ja bëjmë? Nuk është e gabuar që unë të çoja dëm dhe unë të isha indiferent dhe t'i thoja qeverisë time që jo, unë kam shqetësim nga një protestë e mundshme që mund të kem para ministrisë dhe unë nuk e propozoj aktin normativ, sepse më mirë të jem rehat se sa të bëj një gjest kaq të guximshëm, edhe kush rrimeret tani me këta, dhe neve jemi më mirë rehat, ata le të falimentojnë, ata le të thyen qafën. Këtu e rëndësishme është që ne jemi patriot për atë që ne se kuptojmë, dhe pastaj për pjesën që duhet ta kuptojmë, neve jemi si me thënë armik, kupton, me këtë gjë. Tani, kjo pjesë është një gjë që unë kam marrë përgjegjësi, jo vetëm para qytetarëve që më kanë votuar, jo vetëm për besimin që më është dhënë, jo vetëm që është nder për mua dhe privilegj për detyra që bëj, po kjo është një gjë që është në sfidën time të jetës. Unë jam pjesë shumë e hershme e realitetit dhe miqëslisit të vendit tim, edhe unë i di dhe jam edhe fajtor për eksperiencën e madhe që kam, kështu që unë nuk mund t'i iki dot përgjegjësisë time, dhe unë do t'i them kryeministit tim që këtu ka arsye të forta që ne të shohim mundësinë ta financojmë pjesën e duhur që është e nevojshme që ky aktivitet jetë i suksesshëm. Po dalim pak te kjo që unë sapo thash është një hiç gjë, ja po ja them këtu, në krahasim me atë që ne do përfitojmë në mënyrë direkte, njerëzit, ekonomia, biznes, subjekt, dhe në mënyrë indirekte janë edhe shumë më tepër sa aq para sa përmendëm.